Mirë, në këto momente do të ndalemi në Kosovë me çështjet politike atje. Kam kënaqësinë të lidhemi drejt për së drejti me njësin e çështjeve rajonale, Lulzim Veliu. Zoti Veliu, ju përshëndes, faleminderit që u bashkuat bisedës. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dua fillimisht ta nis me tashmë, le të themi, pezullimin ose në këtë periudhë ku shohim, le të themi, të qenurit afër formimit të qeverisë, por nga ana tjetër pezullimit që vjen si pasojë e ankesave të shumta. Dua ta nis fillimisht me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e listës serbe, një ankesë bërë nga këta të fundit, e cila është pranuar nga PZAP-ja, të paktën sikundur ka ndodhur kohët e fundit në çdo ankesë që lista serbe ka bërë. Në leximin tuaj, është një vendim që e dëmton Kosovën një gjë e tillë për post faktit se stacionohet nga ana tjetër formimi i qeverisë dhe procesi që duhet kishte nisur? Po në fakt edhe përkundër një rezultati shumë të mirë që mori lëvizja dhe vendosje duke fituar më tepër se 50% të Parlamentit të Kosovës, pra tani me shumë lehtësi do të ketë mundur krijimin e institucioneve, pra duke filluar me konstituimin e Kuvendit, por edhe me krijimin e qeverisë, prapë sikur e kanë me rakun të ajo politika populiste, të ajo politika të cila luhet përkundrejt qytetarëve të Kosovës, duja u treguar atë se kush janë me të vërtetë ata burrat që ruajnë Kosovën apo ata patriotët e Parlamentit Kosovës, kur dihet në fillim se të gjitha ato vendime që mirën në fazën e parë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, gjë që ka ndodhur në të kaluarën, e unë mendoj se edhe kësaj herë do të ndodhë njëjta, sërish do të nga KZAP-ja do të kthehen sërish dhe lista sepse prapë do të jetë pjesë e institucioneve, do të jetë prapë pjesë e Parlamentit të Kosovës, pra në një farë mënyrë sikur do të shirojnë të humbin kohë, por nuk e kuptoj pse kjo kohë, kur ata e kanë numrat e mjaftueshëm për krijimin e qeverisë, ata i kanë për krijimin e qeverisë dhe të kuvendit. Mirë po, me sa duket këtu sikur ka mbetur edhe një pjesë që pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës ku u pranua ankesa e listës sërbëse se nënkryetari, njëri nga nënkryetarët të kuvendit të Kosovës duhet me patjetër të takojë asaj liste, pasi ajo e përfaqëson shumicën e komunitetit serb dhe duket sikur ato e kanë inatin me këtë pjesë dhe gjë që cilën duhet me patjetër ta zbatojnë në kundër të bëjnë hyrje të kushtetues. Pra uroj që vonesat e tilla të mos zgjaten, pastaj edhe ankesat e shumta tani që janë drejtuar Komisionit Qendror, si nga subjektet, kandidatët. Nga kandidatët, të gjitha janë këto të cilat do ta pengojnë procesin dhe do ta shtyejnë pra momentin kur do të kemi një rezultat përfundimtar, pasi që KQZ-ja nuk e ka mandatin që të shpallë rezultatin përfundimtar pa formuar apo të certifikuar rezultatin pa përfundimin e të gjitha këtyre ankesave që janë nga kandidatët, të cilët i drejtohen KZAP-s, pastaj edhe gjykatës edhe duhet pritur, pra i kanë afatet e veta të caktuara dhe unë mendoj se në këtë pikë gjithsesi si lëvizja vendosje pra si fituese absolute këtyre zgjedhjeve dhe forca politike e cila do ta krijojë qeveri që të mos vonoj pasi ata kanë shumë të qartë që nga 1 marsi Kosova nëse nuk krijon qeveri dhe nuk do ta votoj buxhetin e Republikës së Kosovës, Kosova do të jetë në një kolaps ekonomik. E shihni një rrezik të tillë, flas duke pasur parasysh edhe afatin kohor, se nuk ka mbetur shumë ditë duhet të në dispozicion. Apo do të ketë procedura që do t'i përshpejtonin? Pikërisht që nuk ka mbetur shumë kohë deri në ato ditë pra kur do të përfundoj muaji shkurt. Jemi fillim të shkullit, është fakt mirë, po nuk ka mbetur shumë kohë për të gjitha procedurat që duhet ndjekur, pra gjykata, KZAP-ja, gjykata, pastaj konstituimi, certifikimi, rezultata pas certifikimit, konstituimi i kuvendit, krijimi i qeverisë, e pastaj është koha kur ministri i financave duhet ta përgatisë buxhetin dhe do ta dërgojnë në parlament për të votuar, a do votohet, a do të ketë lashe të tilla dhe këtë ditë kalojnë shumë shpejt për të arritur të gjitha këto rezultate.
pastaj duhet ose për bazë dhe një gjë tjetër, se edhe në qoftë se ne brenda kësaj periudhe do të arrijmë dhe do ta miratojmë edhe buxhetin e Kosovës, 4 marsi është dita e fundit kur Kuvendi i Republikës së Kosovës duhet të votojë presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës. Pra është shumë kohë e shkurtër, kemi shumë probleme që me të cilat duhet mirët Kuvendi dhe qeveria, pastaj kemi edhe shumë ligje ndërkombëtare apo marrëveshje ndërkombëtare, jo ligje por marrëveshje ndërkombëtare të cilat presin miratim dhe si vjedhoi miratimit të tyre do të hapet mundësia për marrjen e disa fondeve që shkojnë afërsisht në 1 miliard euro për Kosovën. Tek çështja e presidentit, ndoshta edhe së bashku më herët e kemi analizuar, sepse është një çështje që në një farë forme u parapri që në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Besoni se blokada në këtë pikë do të kishte një lloj justifikimi për pasojë të procedurave të vonuara, që nëse do t'jenë kështu të paktën deri në momentin që do të vi procesi për presidentin, apo ka një lloj justifikimi partijak nga subjektet politike nëse për emra të caktuar që sikundër tashmë ne flasim për një mandat të dytë të zonjës Osmani, të ketë mos dakordësi që do ta pamundësonin ecurinë e procesit zgjedhjes së presidentit. Si e shihni? Në bazë të gjitha deklaratave të subjekteve opozitare në Kosovë, shihet qartë se ata nuk do votojnë kush do të qoftë një president që propozohet nga lëvizja vetëvendosje pa një marrëveshje politike. Pra, fillimisht gjithçka duhet shkoj me një marrëveshje politike në mes të subjektit kryesor, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, por edhe subjektet e tjera opozitare për të krijuar shumicën e nevojshme për zgjedhjen e presidentit që kërkon 80 deputet që duhet të jenë në sallë në mënyrë që të ketë korumin e mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm. Ndërsa sa i përket zonjës Osmani më shumë se gjithë të tjerët, ajo është vetë propozuar dhe është duke e bërë një luftë të mërshme si në vend ashtu dhe jashtë vendit në mënyrë që të merr edhe një mandat të merituar në këndvështrimin tuaj? Unë nuk e vlerësoj si të merituar për arsye se ne të gjithë e dim se në republikat parlamentare, çfarë është edhe Kosova, roli i presidentit më shumë se gjithçka tjetër është që të jetë gjithë përfshirës dhe përfaqësim i të gjitha shtresave të popullit, gjë të cilën zonja Osmani nuk ka bërë asnjë rast dhe gjithmonë ka mbajtur krahun e pozitës në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, mirë po me sa shifet kohën e fundit, sikur edhe lëvizja vetëvendosje e ka parë që nuk është me patjetër që zonja Osmani duhet të jetë pjesë e tyre apo presidente e Kosovës, dhe është parë qartë se edhe pa zonën Osmani lëvizja vetëvendosje arriti të marrë më tepër se 50% të votave dhe ata besoj që nuk do të këmbgulin shumë vetëm për emrin e saj. Në anën tjetër, presidentja i kërcënon dy subjekte politike, pra në këtë rast lëvizje vetëvendosje por edhe Lideri Demokratik të Kosovës, se në qoftë se ata nuk do ta votojnë, ajo do të rikthehet skenës politike dhe në rast të kthimit të saj me një subjekt politik apo si pjesë e listës voto, atëherë më të dëmtuarit në këtë rast do të jenë të dy subjekte politike, pasi që elektorati që mund ta thithë ajo forcë politike shkon pikërisht nga Lidera Demokratike e Kosovës por edhe nga lëvizja vetëvendosje. Sido që të jetë, kemi kohë dhe unë uroj që në çdo mënyrë të mos shkohet në ditën e votimit pa një marrëveshje politike, një marrëveshje që do të sillte një president konsensual, të pranueshëm për të gjitha forcat politike, në mënyrë që të mos i futemi edhe një herë procesin zgjedhor dhe të mos shkojmë edhe një herë në zgjedhje. A shihet kjo rrugë nga palët politike, nga subjektet politike, nga leadershipet politike? Po, deri më tani, sipas deklaratave të tyre, në qoftë se ata do të qëndrojnë, pra konkretisht të kuj, se ndoshta edhe për publikun janë folur shumë. I referojnë një deklaratë të zotit Kurti fillimisht? Apo opozitës? I referohem deklaratat të subjekte politike opozitare. Si Lideri Demokratike, Partisë Demokratike, Aleancës për Harmoninë e Kosovës, të cilat janë deklaruar se pa një marrëveshje politike
nuk dhe të kenë vota për presidentin. Pyetja ime ishte, a shihet një lloj shtrirje dore, ndoshta nga subjektet politike për të kaluar këtë fazë, gjithmonë në deklarata, se jemi deri në këtë pikë? Unë do kthehem pak më mbrapa dhe do shkoj te fushata parazgjedhore e dhjetorit të vitit që lan pas, kur është parë qartë se kemi pasur një zbutje të retorikës së subjekte politike, e sidomos të subjektit kryesor, pra lëvizjes së vendosë dhe zotit Kurti, pra nuk e ka bërë një fushat të egër dhe të ashpër çfarë ishte bërë në shkurtin e vitit të kaluar, pra shihet qartë se e ka parë të nevojshme se duhet që të jetë një gjuhë pak më parapruese dhe në këtë drejtim mendoj se ai do ta bëj hapin e duhur dhe do t'i ftoj jenë nga subjektet politike për një marrëveshje politike që do të çonte drejt zgjedhjes së presidentit të ardhshëm. E unë uroj një gjë të tillë se, si thash edhe më herët, nuk do dëshiroja që të kemi në Kosovë edhe një parë zgjedhje në pranverë. Dua një koment edhe për opozitën, për subjektet politike opozitare. Ka një lloj, le të themi, ndryshimi mes tyre, apo shohim tentativa që bën për reformime, por që në krye kanë të njëjtin leadership dhe puna do të vijojë njësoj. Çfarë bën ndryshe kësaj herë opozitën? Po, për fatin tonë të keq, nuk është hera e parë që jemi mashtruar dhe po mashtrohemi vazhdimisht për reforma të cilat nuk po ndodhin fare. Në çdo vend normal demokratik, në rastin e lidhjes demokratike të Kosovës, drejtuesi i saj duhet kishte dhënë dorëheqje të paravokueshme dhe në këtë mënyrë subjekti do të futej një procesi të ri zgjedhor. Mirë po ai e ofroi një dorëheqje të cilën ja shtroi kuvendit të partisë e paraprakisht e kishte parapregaditur pra që në atë kuvend të merrte një shumicë në mënyrë që të vazhdoj prapë të jetë në kryet e lidhjes. Mirë, duke se kanë... Po, Zoj Veliu nuk e din nëse më dëgjoni, se kishte një shkëputje për ta risjellë, ndoshta. Po, unë thash nuk di se deri ku të dëgjuar apo çfarë ka mbetur pa. Vetëm thash se... Jo, fundi fare se dëgjuam gjithë argumentin tuaj, por në fund pati një problem. Dhe në çdo vend normal do të kishte dhënë dorëheqje, mirë po ndodhi ajo çfarë e pam të gjithë dhe zoti Abdigjiku sërish kryeson me lidhjen demokratike të Kosovës dhe unë jam mëse i bindur se në një palë zgjedhje kur do të qoftë se do mbahen ato, Lidhja Demokratike do të jetë subjekt që do mbetet në shifrën e do të jetë në një shifror, pra nuk do të arrijë të kalojë 10%. Pra, se arritur një gjë të tillë, duhen reforma, duhen frymëre, duhet leadership i ri, gjë të cilën ata nuk e kanë bërë. Ndërsa tek Partia Demokratike po flitet shumë se do të kenë një ristrukturim të gjithë subjektit politik, kur dihet me filli se një muaj para zgjedhjeve në krye të Partisë Demokratike erdhi zoti Hamza dhe nuk mund të pajsohet ai si individ për rezultatin zgjedhor, se parafërsisht është rezultati që kishte edhe në shkurt, por ky nuk ishte kohën e mjaftuar për të treguar vetëm pasi që është zgjedhur kryetari i partisë vetëm një muaj para zgjedhjeve që janë mbajtur në jetën e vitit kaluar. Qartë, Zoj Veliu, unë falenderoj shumë që e gjetët mundësinë për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Kënaqësi si çdo herë t'ju kemi në hapësirën për shqiptarët. Faleminderit që pjesëjeni. Mirë, do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi.